Mirëmbrëma të dashur shikues, po takohemi sërish bashkë pas disa javëve. Shpresoj që keni pasur pushime të bukura e ne jemi rikthyer sërish bashkë me sezonin më të ri të emisionit prive. Edhe përkundër faktit që pothuajse gjatë muajit gusht kemi pushuar, në vazhdim do të keni rast ta ndiqni historien të cilët artistët tanë gjatë këtij muaji kanë sjellur projekte të ndryshme e gjithashtu edhe disa skandale nëse mund t'i quajmë ashtu. E ndjekim bashkë në vazhdim historinë e përgatitur nga kolegu ynë Artan Telako. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Muajt e nxehtë janë të preferuar për pjesën më të madhe të njerëzve. Përpas plazhit e pushimeve, vera ndikon edhe në industrinë e showbizit, sidomos atij shqiptar. Këngëtarët mobilizohen që të jenë të parët në listat muzikore e koncerte, e për këtë arsye edhe prurjet janë të shumta. Hajde na bojna shumë gjana. Nga shumë projekte të publikuara, pak janë ato që lanë gjurmë për sezonin që po e lëm pas. Duetet vazhduan edhe këtë vit të jenë më të pëlqyeshmet, e madje 5 nga ato që mund të cilësohen si hite absolute të verës, erdhën në dyshe. Era i Strepit solli bashkëpunimin e parë me reperin Ledri Vulja. Shumë pes ishte një ndër refrenet që nuk mungoj në asnjë klub. Çdo DJ e listoi këtë projekt në miksin e tyre. Hajde rrezico. Premtimet e Kides dhe Mozik është një këngë verore që mori një numër të madh klikimesh në YouTube. Love me, love me. Love me, love me. Senzacion i rrjeteve sociale u kthye kënga Love Me nga dyshja Elvana Gjata dhe Bruno. Koncertet i kalli Adrian Gagja së bashku me të rekrutuarin e fundit në ekip Lindonin. S'po du me talon faji, a mu sytë du bëkaj. Ajo që erdhi si surprizë në fund të sezonit është Siena Mo. Pavarësisht që erdhi vonë, kjo nuk i pengoi majkët dhe Ghetto Gjizit të jenë in gjatë muajve të nxehtë. Durata Dora me Proj ndryshe. Ajo nuk erdhi në duet, por vetëm. Edhe pse, si solo artiste, Dorës ja deshti me Ti Dën. E përpas muzikës, shumë prej artisteve ishin fabrike lajmeve, sidomos atyre që mbajtën në titull fjalën skandal. Një ndër ato që mbushi shtypin roz gjithandej ishte afera e Afrodita Dreshaj dhe reperit Agon Sulejmani. Dyshimi nisi nga klipi Topless, që sollën këngëtarët, por që në fillim u mohua nga të dy. Ka qenë profesionalisht. Janë shmartuar, unë jam e lidhur. Benzin zjarrit ju vu kur u shfaqen disa mesazhe të shkëmbyera mes Dreshaj dhe Amigës. Edhe këto u thanë se janë montazh, por deri në momentin kur personi që publikoi këto SMS ishte ish gruaja e Agonit, të cilët u ndanë për shkak të këtij raporti që reperi kishte krijuar me modele. S'po t'vez, ves një gjes, po t'a pres, një tjetër po t'a shes, ti edhin sa jam i dhes. Jeti e fundi dashuri. Himbi figurën e këngëtareve të njohura, hodhi edhe Gjergj Leka. Në intervistë për një gazetë në Shqipëri, Leka akuzoi shumë emra të muzikës shqipe për lidhje intime me ministri atë kohë. Një ndër ato që klasifikojnë në këtë listë është Parashqevi Simaku. Suksesin që kishte këngëtarja Simaku nuk ju atribuan aftësive të saj, por lidhjeve intime që kishte me pushtetin atë kohë. Këto fjalë të Lekës pushtuan shumë media e madje pati reagime nga më të ndryshme. Një tjetër ngjarje që mbuloi shtypin e shkruar me jo vetëm një artikull është arrestimi i mbretreshës së Kobrës. Kallashi t'u mbyll biznesi që operante e madje shkoi deri tek arrestimi i saj që nuk zgjati shumë. Prangat ju hoqën pas 24 ore. Është deklaruar se rasti i saj do të ndiqet me procedurë të rregullt.
Vera 2015 nuk është vetëm bardhëzi për shkak të skandaleve që u plasuan. Kishte edhe romanca që mbushin ylberin e këtij sezoni. Një nga lidhjet që u përmend këtë verë është ajo e repet Ledri Vula me vajzën e ish prokurorit të përgjithshëm në Shqipëri, Teodori Sollaku. Por prive, përmes portalit kumtoi që Ledri është single dhe raporti mes tyre kishte përfunduar këtë vit. Baby, na shtatë të në bënaj tjetri e kohën e humbën leat vjetrit, ashtu kështu, unë jam i njëjti. Edhe miku i reperit, Ledri, MC Kresha, duke se përjetoi një summer love. Sipas mediave online, thuhet që Kreshniku ka filluar një lidhje të re me vajzën e liderit të Elita 5. Asnjëri nga ata akoma nuk e ka hedhur poshtë të informacion. E kujtoja të Nëse femra jote m'dan, s'ki qa thuti, çfarë tru? Në listën e meshkujve që u përfolën për jetën private, nuk mungon as Bland. Sipas një burimi të prive, Bland nuk është më single dhe ka filluar një lidhje me Lonitën. Sipas informacioneve që ka siguruar prive, ata janë takuar në Zvicër dhe Lonita ka shoqëruar në koncerte gjatë gjithë sezonit veror. Po ashtu mësojmë se nuk ka qenë asgjë serioze, por vetëm një summer love. Derisa disa artistë shijuan dashuri verore, kjo verë me veti solli edhe përfundimin e disa martesave, e dy nga ata përfshin personazhe të njohura të ekranit. Besa Gashi është ndarë nga Albert Kasniqi pas disa vitesh martesë. Gazetat aluduan se arsyeja drejt përfundimit të kësaj marrëdhënie është tradhtia. Çifti ka një të përbashkët që do i lidh për gjithë jetën, vajzën e tyre, Kiara. Ana do tjetë urlidhse edhe për një tjetër qift që i dha fund martesës. Sipas disa burimeve, këngëtarja Soni Malaj tash e një kohë është divorcuar nga Mirko, por që lajmin e ka mbajtur të fshehur nga media. Së fundi bashkë, dyshja u pa në ekipin me Rama. Këto ngjarje janë shënuar në librin e verës 2015, se çfarë do të ndodhë tani e tutje, dritarja e vetëm e showbizit shqiptar mbetet prive.